është plas kanalizacioni. Pranoj e brenda. Thojte, një ditë tjetër. Parat ishte krejt normale. Për mund ishte pa dëshirueshme. Edhe unë revoltosha, reagoja, mundohesha t'i ndihmoj privatisht, për shembull me shefin e ne podcast, me dikën tjetër. Edhe aty isha për dëshirë, edhe aty më hoqën nga puna, e kështu, derisa lindi pa cenzurë. Okej, në institucione, po në gazetari? Në gazetari, po, edhe ashtu kam filluar. Kam filluar normal në medium lokal, aty kam kaluar shumë mirë. Atë nuk mund ta mohoj, drejtori i televizionit nderoi raporte shumë të mira, i vetmi u the që si ka qenë shumë pozitiv. Po ai prej kur hyra unë në fillim tha, ti je këtu shumë shkurt. Thash pse? Tha, ty do të marrim më një herë. Ti këtu fillo, puno, jep maksimumin, po do të kalosh në instanca tjera. Tha, kalibri yt vazhdo në instanca tjera. Edhe ashtu ndodhi, po ai nuk pat asnjë hatërmbetje. Pastaj kur më kërkuan në televizione të tjera të punoj, nuk pat asnjë hatërmbetje. Vazhdo, karrierën e ke përpara, turoj vetëm fat suksese, nuk pat asnjë lloj hatërmbetje. Tani? Tani, edhe pastaj hyra. Sa herë nga gazetaria të kanë nxjerrë për punë? Edhe pastaj, ju vazhdova, normal ngela pa punë, ishta shumë në gjendje të keqe, të nëto dikun, as portalet, as televizionet, as askush nuk më pranonte në punë, për shkak të natyrësime të pakontrollueshme, revoltuse, e pakapshme, edhe gjithmonë kanë menduar dikush e dirigjon. Ka dikush që mundet, është i fortë edhe dirigjon edhe mundet është të jetë një person cili mund ta shkaktojë probleme të lashe. Hyra me një vend pune tjetër në Shkup, punonin me një portal, aty fillova gazetari investigative shumë të rëndë. Aq shumë, domethënë, që për ironi të fatit, sot ka kaluar, domethënë, në instancën e fundit tema e cila lindi portalin tim. Në instancën të fundit ajo lënda dhe është kthyer, domethënë, është bëhe pavlefshme, po ka ndodhur para 6 viteve. Aty fillova gazetari investigative, tema shumë të jashtëzakonshme, shumë të mira, na thirrën edhe ambasadat, më ofruan mbështetje të jashtëzakonshme, fillova të bëj tema për shembull për ISIS-in që kush nuk kishte folur, unë bëra tema të fuqishme, pavarësisht të gjitha pasojave, unë kisha shumë dëshirë të bëj ato tema, deri në moment që bënë për një rast për që ishit të burgosur disa të pafajshëm, rasti Alfa, me burgim të përjetshëm, por nuk e kishin kryer veprën. Unë e mora, domethënë, pjesën e parë të emisionit e realizuam aty, edhe pjesën e dytë kishim të shfaqim një video i ingjizimit, cila do ta kthente komplet situatën në anën tjetër, nuk i shfaq asnjëherë. Ai video i ingjizim. 12 vjetë, domethënë, kishin qenë ato në burg, po ai video ingjizim do ta bënte kthesën. Po, kthesën do ta bënte. U tregonte se si ka ndodhur ngjarja, vrasja. Edhe unë, kur e mora video ingjizimin, e kishin disa njerëz video ingjizim, po kërkuj se ka shfaq në media. Unë thash, unë e shfaqin në media. Okej. Thanë, jo, se mundet të të burgosin, është proces hetimi, e diçka tjetër. Unë thash, unë e shfaqin në media. Edhe shkova te pronari i televizionit, e entuziazmuar, sepse unë kur e kam marrë vesh atë emision, atë rast, unë prej Shkupin Tetov kam vozit, nuk mund që ta besoj se si mundet me aq shumë prova të cilat e kundërshtonin komplet vendimin gjyqësor, njerëz të pafajshëm rinin në burg. Edhe unë i thash drejtorit televizionit, të portalit, unë do ta postoj video, kishim bënë material të mrekullueshëm. Ai tha, okej, mirë, pastaj ka dalë në kafe, sigurisht ka pyet njerëz, nuk e di, vetëm po them hipotetikisht, edhe merr dhe më tha, ka diçka, ti dëshiron të më bësh dëm mua. Ti e ashtu, ti e kështu, prezantimi i këtij videomateriali do na e shkatrojë neve krejt